E para njerë duhet kuptuar si mesazh. Po. Që i jepet qeverisë sërbe. Në më thënë, duhet kuptojmë që ngjarja ka ndodhur në mënyrë të tillë që në dhëndi presidentit Trump po ka investime në Beograd. Djali presidentit Trump vajti 2 herë, por kemi disa ndryshime në historie, si që është vizitat e Vučić në Washington, i cili u kthye mbrapa dhe tashmë kemi një deklarat. Por deklarata, shiko, kur flitet për luftë nga njerë, njerëzit kujtojnë që ushtria rreshtohet dhe futet në territor. Ky është rasti më klasik, por në fakt nuk është ky i vetmi rast që mund të ndodhë një akt lufte. Mund të jetë një nga rastet është përdorimi i forcave paramilitare të përdorur nga territori i një shteti, por që kanë të njëjtin efekt si një akt lufte. Është në rezolutën Karta e Kombeve të Bashkuara nuk e trajton me hollësi, por rezoluta 3314 e OKB-s e ka të qartë kush janë rastet e aktit luftës. Dhe ky mund të jetë edhe një rast i tillë. Ne e dim të gjithë që presidenti e egzageron në shumë raste, por ai ka folur për një akt lufte. Dhe e dyta që duhet marrë mesazhi nxjerr një gjë të qartë, që Serbia është destabilizuese e Ballkanit. Këtë sepse është e vetmja që akuzohet sot për një akt lufte nga ana e presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra duhet marrë dhe në kontekstin e asaj mesazhit që ai dërgon dhe çfarë kërkon të paraqesi. Por këtu vim tek fakti, Serbia e mohoi të ketë ekzistuar një akt lufte, por nuk ju kundërvu presidentit Trump me qëllim që të deklaron, të bënte deklarata kundër presidentit, por thjesht mohoi faktin. Teri shpone çfarë duhet të bëjmë? Duhet të bijmë në të njëjtën Me çollari çfarë bëm se kanë kaluar 4 ditë data 27 sot është një korrik. Ka akoma kohë. Shko, ne duhet pse që Serbia është kërcënuese sigurisë në Kosovë, ky është fakt. Kemi Banjskën, kemi goditjen e linjës së ujit që ndodhin, kemi veprime gjetje armatimi, terroristë të futur brenda territorit, terroristë të arrestuar, terroristë të cilët nuk dorëzohen. Pra, në një mënyrë kemi Serbia ka kapacitete për të destabilizuar Kosovën dhe ka qëllim për të destabilizuar Kosovën sepse e ka demonstruar. Kjo do të thotë që deklarata e presidentit Trump ka një bazë në kuptimin e mesazhit që jep dhe këtë ne nuk e kapëm. Nuk e kapëm për ta shfrytzuar. Pse? Sepse në fakt këtu është roli. Unë e kuptoj që qeveria e Kosovës ka disa kufizime në bërjen e deklaratave. Kush janë kufizimet? Ajo nuk